shtetit, presidentëve, kryeministrave që u ndodhen që ishin në summit. Në pritjen që madhëria e saj mbretëresha Danimarkës shtroi për kryetarët e shteteve dhe të qeverive të pranishëm në summit, para darkën dhe pas darkën e zgjatur, unë pata mundësi të takoj dhe të bisedoj me një numër shumë të madh të pranishmëve. Sikundër, në mënyrë të pandërprerë, shfrytëzova çdo mundësi që të takohem me kryetarët e dhjetra delegacioneve në sallën ku zhvilloheshin punimet e summitit. I veçantë, i shkurtër, miqësor, ishte biseda me Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, i cili më pyeti përzemërsisht si shkojnë shqiptarët, si po shkojnë. Ju përgjigja: shkojnë mirë, por që gjithë pa përjashtim janë në pritje të një ngjarje të veçantë, të premtuar, të cilës ngjarje mu drejtua presidenti, të vizitës suaj në Shqipëri, vizitë të cilën unë pas takimit me ju në New York ja u njoftova shqiptarëve se do bëhet. It will happen. Kjo ishte premtimi i përsëritur i presidentit. U takova me presidentin Sarkozy, kancelaren Angela Merkel, u takova me kryeministrin e Republikës Popullore të Kinës, Ven Jiabao, i cili më premtoi se do vizitoj Shqipërinë. Me kryeministrin e Indisë Singh, me të cilin diskutuam për simbolet që bashkojnë dy kombet tona, Nën Terezën, por dhe arkitektin e famshëm me origjinë shqiptare të tempullit, ndoshta më të bukur të planetit, Taj Mahalit, Mehmet Mokrarin. U takova me presidentin e Brazilit, Meksikës, kryeministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Zonja e zotëri, të gjitha këto bisedime, qëllimi ishte mbështetje për procesin e integrimit, intensifikim i marrëdhënieve bilaterale. Por krahas kësaj, një temë madhore e agjendës sime ishte lobimi intensiv për njohjen e pavarësisë Kosovës. Në 40 orë të qëndrimit, unë kam takuar dhjetra kryeministra dhe president të vendeve që nuk ka njohur ende Kosovën. Ky ka qenë lobimi më intensiv që unë kam bërë ndonjëherë, për arsye se kushtet ishin më të veçanta. Çfarë mund t'u informoj? Mund t'u informoj se krahasuar me shtatorin që kaloi, në të gjitha takimet e mia kam gjetur një predispozit dhe një vetdije shumë në të lartë për domosdoshmërinë e njohjes Kosovës si kontribut real
i secilit prej këtyre vendeve në paqen dhe stabilitetin rajonal. Në këto takime, në tërësi që të gjithë bashkëbiseduesit e mi më kanë premtuar dhe më janë zotuar se do të shqyrtojnë me përparësi dosjen e Kosovës. Një pjesë e mirë e tyre, dhe jo pak, më kanë dhënë fjalën se do të njohin Republikën e Kosovës dhe pavarësinë e saj. Pati dhe prej tyre, të cilët mu shprehen se ne jemi në favor, por po presim edhe gjykimin e gjykatës së Hagës. Ajo çfarë mund të përmbledh këtu është se çështja e pavarësisë Kosovës, e njohjes së kësaj pavarësie gjatë këtyre muajve ka marrë dimensione të reja të papara më parë. Dhe unë falënderova të gjithë bashkëbiseduesit e mi. Mund të them se pati prej tyre që mu shprehen se pavarësisht se këshillohem nga bashkëpunëtorët, se njohja e saj do na komplikoj për atë apo për këtë çështje, unë kam vendosur ta njoh dhe ta njoh Kosovën, sepse paralizmat që më bëjnë janë të paarsyeshme. Pra, klima ishte çështja e parë botërore në Kopenhagen. Për mua Kosova ishte një çështje jashtëzakonisht madhore, sepse ai summit të krijonte mundësi të papërsëritshme për të lobuar në favor të kësaj çështje të drejtë. Dua ta mbyll këtë me një mirënjohje të thellë për mikpritësit danez. Shoqëruesit e mi danez, për mbretëreshën e Danimarkës, mikpritjen e mrekullueshme, mbretërore, që ajo dhe familja e saj na ofruan. Kryeministri i Danimarkës, autoritetet daneze, për atë organizim, unë me të gjithë perceptimin tim e them të shkëlqyer të një aktiviteti të përmasave të papara. Duhet të falenderoj dhe ekipin që më shoqëroi, mbasi ato 40 orë me bën një përpjekje shumë të madhe për të organizuar dhjetra takime me burrat e shtetit që ishin pranishëm takim. Po. Zotë kryeministër Endri Xhafa Topçenëll, një pyetje brenda temës, sa që juve sapo thatë, kundërshtarët tuaj ju prekin, ju kundërshtojnë faktin që janë dhënë leje përveç paqeve eolike që ju keni përmendur në fjalën tuaj,